Po me zhvillimet në Shqipëri, qeveria paraqiti sot projekt buxhetin e shtetit për vitin e ardhshëm ku bie në sy ambicia për rritje ekonomike 3%. Qeveria synon të ulë më tej deficitin buxhetor dhe borxhin e brendshëm. Ekspert pavarur pohojnë se kjo rritje nuk sjell zhvillim real, por sjell më shumë qëndrueshmëri dhe besim se gjendja po përmirësohet. Korrespondenti Liriana Golli njofton nga Tirana. Qeveria dorëzoi sot në parlament projekt buxhetin e shtetit për vitin 2015, ku parashikohen rritje ekonomike e 3%, ulje më tejshme e deficitit buxhetor dhe e borxhit publik dhe reforma në tatime, pensione, arsim dhe shëndetësi. Përfaqësuesi i qeverisë pohuan se janë menduar edhe disa lehtësira fiskale për bizneset. Kryetari i Dhomës së Tregtisë së Tiranës, Nikolin Jaka, thotë se viti 2014 ishte një sfidë për sipërmarrjen sepse u miratua dhe një paketë e re fiskale. Qeveria e re, tha ai, ndryshoi tatim fitimin nga 10 në 15%. Në fund të vitit nuk po arrihen rezultatet e pritura. Në buxhetin e ri, tha ai, qeveria përsëri po ngre disa taksa, por as nuk i pyeti dhe as nuk i dëgjoi kërkesat e biznesit që kërkon lehtësira të mëtejshme. Ministria e Financave ka operuar me ekspertët e vet, me sugjerimet dhe propozimet e saj, ku ka propozuar ndryshimin e një sër taksash dhe tatimesh që kanë të bëjnë me nivelin e tarifave. Gjë e cila është kundërshtuar në unison nga gjithë përfaqësitë e biznesit, por Dhoma e Tregtisë në veçanti, në mbledhjen e saj të kryesisë në shtator, ka konfirmuar që është kundër çdo lloj rritje dhe është pro çdo lloj mase apo strategjie të artuar për administrimin dhe formalizimin e ekonomisë. Megjithatë, vëzhgime të tjera pohojnë se është në rritje besimi i bizneseve për të vepruar në Shqipëri. Analisti i çështjeve ekonomike Bardi Sejdaresi shpreson që firmat shqiptare të investojnë më shumë vitin e ardhshëm nga paratë që qeveria po u kthen si borxhe të vjetra. Sipas tij, vitin tjetër ekonomia do të ecë më shumë me paratë e privatit dhe më pak me paratë e shtetit për investime publike. Sigurisht është një vit që më së shumti u bazua tek kjo performancë e ekonomisë, pra tek niveli shumë i lartë i borxhit publik, tek niveli jo aq i pranueshëm i investimeve publike për shkak të mungesës së tyre fiskale në buxhet, pati një performancë të rritje për sa i përket administrimit fiskal, këtu kanë parasysh doganat dhe tatimet, treguesit e tyre kanë qenë në rritje, por jo aq sa pretendohet, pra jo sa pritshmëritë. Sipas studiuesve, pika më e vështirë e ekonomisë gjatë këtij viti ishte mungesa e kreditimit nga një anë dhe sasia e madhe e kredive të këqija në anën tjetër. Kjo është edhe arsyeja që investimet janë të ulta këtë vit. Studiuesi Selami Xhepa, profesor në Institutin Kanadez të Teknologjisë, thotë se këtë vit ekonomia pati zhvillime kontroversiale. Tremujori i dytë i prishi gjithë rregusit dhe shumë nga të ardhurat e ekonomisë së brendshme nuk janë pozitiv. Zoti Xhepa thotë që viti i ardhshëm do të jetë përsëri i vështirë, ecuria është pozitive, por e pamjaftueshme në raport me atë që pritet. Ne nuk kemi akoma, si thua, një analizë të qartë se cilët do të jenë ato burime që do ta ushqejnë rritjen e ekonomisë me 3%. Megjithatë, duke gjykuar vetëm thjesht nga shifrat e thata që kanë dalë, them që një rritje me 3% sërish është një rritje pozitive, por është shumë e vogël në raport me atë që ekonomia shqiptare pret në kuptimin e luftimit të problemeve të saj dhe smundjeve të saj që janë thelbësore, që kanë të bëjnë me çështjet e varfërisë, që kanë të bëjnë me çështjet e nënzhvillimit ekonomik dhe që kanë të bëjnë me mbështetjen e atyre sektorëve që janë kritik dhe etik. Studiuesit mendojnë se edhe këtë vit qeveria e ka menduar rritjen e taksave si burimin kryesor të parave, por koha tregoi se rritja e taksave paksoi mbledhjen e tyre. Administrata fiskale, thon ata, vazhdon të mbetet e dobët dhe rritja më tej e taksave do të shtojë vështirësitë për bizneset dhe taksamblesit. Bizneset mund të falimentojnë ose mund të devijojnë në këtë situatë. Analistët vlerësuan veçanërisht faktin që qeveria u angazhua të mos krijojë më borxhe ndaj bizneseve. Nga ana tjetër, qeveria do të reduktojë më tej deficitin buxhetor dhe kjo vlerësohet si një masë tjetër me rëndësi për forcimin e ekonomisë. Ulja e deficitit buxhetor sipas tyre do të sjellë qëndrueshmëri dhe do të shtojë besimin e firmave private për të shtuar prodhimin dhe zgjeruar veprimtarinë. Për Zërin e Amerikës, Liriana Golli, Tiranë.